Një aksident hekurudhor në Andalusi të Spanjës ka shkaktuar së paktu 39 viktime nga përplasja 2 trenave, ndërsa mbi 70 të tjerë janë dërguar të plagosur në spital. Bilanci i tragjedisë mund të rritet pasi shumë të plagosur janë në gjendje të rëndë. Shkaku i aksidentit është ende i panjohur dhe kanë nisur hetimet për ngjarjen që shënon aksidentin më të rëndë, por jo të parin hekurudhor në Spanjë. Të paktën 39 persona humbën jetën në një aksident hekurudhor në Spanjën jugore dhe 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Sipas Gardës Civile të vendit, ky është aksidenti më i rëndë i trenave në historinë e vendit. Vagonët e një treni që shkonte në Madrid dolën nga shinat dhe kaluan në shinat e kundërta, duke u përplasur me një tren që vinte përballë në Adamuz në Andaluzi, pranë qytetit të Cordobës. 400 pasagjerë dhe staf ndodheshin në të dy trenat dhe të paktën 73 persona u dërguan në spital, 24 prej tyre të plagosur rënd, përfshirë 4 fëmijë. Ministri spanjoll i transportit Oscar Puente e përshkroi incidentin si jashtëzakonisht të çuditshëm, ndërsa zyrtarët nisën një hetim. Të gjithë ekspertët e hekurudhave të konsultuar nga qeveria janë jashtëzakonisht të hutuar nga aksidenti, u tha Puente gazetarëve në Madrid. Operatori i rrjetit hekurudhor Adif tha se përplasja ndodhi në orën 19:45 sipas kohës lokale, rreth një orë pasi treni u nis nga Malaga drejt Madridit, kur doli nga shinat në një pjesë të drejtë të binarëve. Fuqia përplasjes i shtyu vagonet e trenit të dytë në një digë. Shumica e të vrarëve dhe të plagosurve ishin në vagonet e përparme të trenit të dytë, i cili po udhëtonte nga Madridi në Huelva. Ekipet e shpëtimit thanë se rënojat e trenave bën të vështirë nxjerrjen e njerëzve të bllokuar brenda vagonëve. Në lidhje me tragjedinë reagoi edhe kryeministri Edi Rama. Ai shprehu ngushëllimet homologut të tij spanjoll Pedro Sánchez dhe solidaritetin me popullin dhe qeverinë e Spanjës në këto momente dhimbje.